Ja Allah. Assalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuh. Të gjitha falenderimet e plota dhe madhështia absolute i takojnë vetëm Allahut të madhruar, Zotit të vetëm të gjithësisë. Atë falenderojmë që na bani prej muslimanëve dhe na bani nasib që këtë fe të pastër të Hazreti pejgamberit ton alayhi salatu wasalam me e lexu, me e kuptu, e me e përhap me shumë dashni, e me shumë pathos në mesin e njëri tjetrit, e me këdo prej të dashtënve tanë në këtë gjuhë të bukur shqipe. Të gjitha salavatet dhe selamet mate për zemërta ja dërgojmë sonte në këtë natë të bekuar dhe në çdo moment të jetës sonë ma të mirit edhe ma të shtrenjtë të krijesave të Allahut, Hazreti Muhammedit alayhi salatu wasalam, i cili ishte shembulltyra ma e mirë e racës njerëzore që e mori për dorë njerëzimin për të kuptuar vlerën edhe peshen e vatanit dhe i mësoi të gjithëve peshen e vatanit dhe i mësoi të gjithëve dashnin për tokën dhe i mësoi të gjithëve rëndësinë e gjuhës dhe i mësoi të gjithëve rëndësinë e të jetuarit në harmoni dhe paqe me njëri tjetrin si vllazën të një toke, të një gjuhe e përtej tyre. Me kënaqësinë më të madhe e prita ftesën bujare të Muftiut të Tetovës, miku tim të shtrenjtë, Hafiz Selver Efendi Gjemailit, i cili pati kënaqësinë edhe respektin me mirëprit këtë organizim në këtë xhami që për hir të vërtetës është e mrekullueshme, edhe është një xhami më të bukur që kam pa në jetën time. Edhe për këtë duhet të falenderoj vllaun e dashur Omer Efendi Dautin, imamin e kësaj xhamie, për ngacmimin e kahershëm për të ardhur dhe për të ligjëruar në këtë xhami të bukur, e cila rrezaton mirësi edhe bujari, edhe zemrën e madhe të banorëve të kësaj zone. Të dashtun dhe të shtrenjtë, nga Tjanis, edhe si të Bitis. Muftiu jon i dashtun i tha të gjitha, edhe kur mblidhemi për të folur rreth çështjes tonë kombëtare, edhe marrëdhënies tonë me kombin e me Adzeun e kontributet e hoxhallarëve dhe muslimanëve për çështjen kombëtare, është si të hysh në një det pa fund dhe të përpiqesh të mbushësh diçka prej atij deti. A e sos dot? Nuk e sos dot. Do të thotë se sado që ne të flasim për këtë temë, në fund dikush do të thotë, po ky nuk përmendi as edhe një të 100-ën, në 1.000-ën e asaj çfarë duhet të thuhet. Edhe ne si musliman, në krye të herës, jemi të ftuar nga Allahu Azza wa Jall për ta dashur dhe për ta respektuar tokën, vendlinjen, vatanin ton. A nuk e gjejmë të shkruar në Kur'anin familjar se Allahu Azza wa Jall na ka kriju nga toka, e si të mos a dum tokën? A nuk e gjejmë pejgamberin alayhi salatu wasalam që urdhëron në mënyrë taksative, duke thënë tahafadhu min al-ardi fa innaha ummukum, mbrojeni dhe përkujdesuni për tokën sa ajo është nana e juaj? A nuk ju ka ndodhur gjithë secilit për jush në një mënyrë apo një tjetër që të jetë largu nga vendlinja e tij? Edhe unë këtë po e them me zemër shumë të madhe. Mund të kesh shkuar edhe në Qabën e mallnueshme, edhe o Zot çfarë kënaqësie është. Mund të kesh shkel edhe në tokën e pejgamberit alayhi salatu wasalam, o Allah çfarë ëndre e madhe është. E pas ca ditësh, kur të rikthehesh në vendlinjen tënde, në momentin e parë që shkel në tokë dhe merr frymën e ajrin e tokës tënde, thu Allahumma lakal hamd. Çfarë mrekullia është kjo tokë?
edhe çfarë ajri i bekum është ky ajër. Shkojmë edhe shkelim gjithandej edhe takohemi me popuj e fise, e kombësi, e kultura, e qytetërime pa fund. Martim në vetvete trashëgimin ton kombëtare. Vlerat tona më të mira që i kemi na janë mëku nga hoxhallarët tanë, nga prindrit tanë, nga brezat e shkuar. Edhe me mburrje themi gjithandej se jemi shqiptar. A nuk lexojmë pas Kur'anit famëlart se libri ma i sakt, të cilit i referohemi të gjithë ne, dhe pa trokit në dyert e tij fenë e kemi nakis, e kemi të mangët. Libri i një njeriu nga Buharaja, a nuk është Imam Buhari një uzbek i mirënjohur aneman botës? A nuk themi e transmetoi Buhariu? A nuk themi e transmetoi Imam Muslim Nisaburi? A nuk themi e transmetoi Imam Ebu Daud Segjestani? A nuk themi, siç u përmendë në këtë ilahin e sapo dal, El Albani, El Arnauti e kështu me radhë? Që do të thotë se që nga koha e pejgamberit alayhi salatu wasalam, kur vllazëronte Suhejb Rumiun, Bilal Habeshiun, Ali Kureshiun, e të tjerë me prejardhje nga vendet të ndryshme, asnjëherë nuk u mohua kombësia dhe lidhja që njeriu ka me tokën e tij dhe vendlindjen e tij. Përkundrazi, erdhi kjo fe e mandueshme islame me na ba të denjë për tokën tonë dhe për vlera që martim në vetvete aty ku jemi, aty ku Zoti na ka vendosur. A nuk lexojmë hadithet e panumërta të Hazreti Ebu Hurerës? Ebu Hurera është Dausi nga Jemeni. A nuk lexojmë dhe përmend emra pa fund, që do të thotë se të flasësh dhe të hapësh një kapitull për marrëdhëniet e fesë islame me çështjen kombëtare, me kombin, me vatanin, është nonsens, është e pakuptimt. Ç'do të thotë kjo? Ç'do të thotë kjo? Kur muhadithët më të mëdhenj të historisë së njerëzimit njihen nëpërmjet përkatësisë së tyre kombëtare. Çfarë të themi kur përpara tyre Allahu subhanahu wa taala e përmend përkatësinë kombëtare edhe të Kur'anit famëlar? Kur'an arabi, në gjuhën arabe. Çfarë të themi? Dhe argumentet janë pafund. Mirë, po ajo çfarë duhet të tërheqin vëmendjen të dashurit e mi, edhe të shtrenjtë vëllezër dhe motra të pranishëm, është ajo pyetje që duhet me i bë gjithë secili prej nesh vetvetes, teksa lexon morinë e panumër të argumenteve që na nxisin për të bërë gjithë secili prej nesh një qytetar shembullor në realitetet e përditshme. Nëse sot është në diskutim çështja kombëtare, sa shqiptar jam, a jam shqiptar, si jam shqiptar, meseleja është sa jemi të aftë për t'i shërbyer çështjes tonë kombëtare nëpërmjet formimit tonë, nëpërmjet asaj çfarë ne përfaqësojmë, nëpërmjet vlerave të besimit që na edukon dhe na mëkon për të bërë ura komunikimi dhe ura të paqes, e të harmonisë, e të zhvillimit, e të përparimit në vendin tonë dhe për të tij. Ndër shekuj, hoxhallarët tanë, prinësit tanë kanë qenë elitat e kombit që kanë frymëzuar lidhjen e shqiptarëve për çështjen kombëtare. Dhe asnjë njeri i urtë e i mençur nuk thot të kundërtën. Në funksion të kësaj, kam mbledhur argumente të panumërta dhe do të nis leximin e disa prej tyre, prej aty ku ilahisti i nderuar më ngacmoi duke përmendur disa figura të nderuara të botës islame me prejardhje shqiptare të këtij shekulli. Mirë po, në krye të krejt atyre emrave, duhet të ishte një emër që është më i madhi i emrave të arnautëve të shekullit. Hoxha e jonë, dietari, njeriu i urtë, mbrojtësi i traditave, i Kur'anit famëlar, i haditheve të pejgamberit alayhi salatu wasalam,
i fikut të Imam Ebu Hanifës, por jo vetëm, zotnia i on, Shekh Bebi Suleiman Gavoqi, shqiptari shkodrani, i cili edhe në sa prej veprave të tij në gjuhën arabe prezantohet si Bebi Suleimani El Arnauti ose El Albani. Çfarë shkruan hoxha e jon për qytetin e Shkodrës, për cilin e ka tha madhi, dhe diktatura e ka privu që mos të shkel në vendlindjen e tij, dhe që i digjej zemra për vendlindjen e tij, dhe që punoi dhe veproi tani jetën e tij edhe për të rizgjuar vëmendjen e bashkëqytetarëve dhe bashkëkombësve të tij për të kthyer nga feja e Allahut Azza wa Jall. Shkruan dhe thotë, dhe nëpërmjet kësaj lexojmë vlerësimin që i ban Islami vendlindjes, tokës, vatanit, dhe se një personazh në pozitat e një shekull Islami për ne, e në kohën tonë i thot këto fjalë, bisedat duhet të mbyllen. E Shkodër e dashtun, e Shkodër e bukur, qendra e burrave bujar, fusha e prestigjit dhe moralit, lum i dritës e i dijes, toka me aromë trandafili e zambaku, Shkodër nëpërmjet bijve të saj, edhe thuj Tetov nëpërmjet bijve të saj, e Prishtinë nëpërmjet bijve të saj, e Shkup e Tiranë, e Prizren, e çdo cep prej trojve tona kombëtare nëpërmjet bijve të saj, s'po të livdoj Shkodër, megjithse je vendi që në të thitha ajrin dhe erën e jetës për herë të parë, o Shkodra ime, kur me mirëpriti toka jote e butë dhe dashamirëse, për herë të parë në djepin e prindve, në parzin tanë, derisa u rrita, u largova nga ti kaq vjet, me ishe zemër para syve të mi, rujta gjuhën tane, dhe kur u ktheva te ti pas 55 vjetësh, me morën ndryk, deri mu rahatu zemra, u gëzova me ty sa të pava, u gëzova me akreba, me shok e dashamir, edhe në fund ka një fjali, sa kret këto vargje, unë e di Shkodër se nuk jam asgja, vetë se mburrem se jam shkodran. Allah. Vetë se mburrem se jam shkodran. E thot kush? Një dietar kalibri si Shekh Bebi Suleiman Gavoqi. Kthehemi kohë më pas, rreth një shekull prej kësaj kohe ku po flasim dhe po kuvendojmë së bashku. Në nënor të 1937-s, në revistën Zani i Nalt, ka një kryeshkrim që thotë 28 nënor 1912, Shqipnia u ba, u njoftë si shtet independent. Feja islame si fe e vërtet që është tjeçmue prej shqiptarve edhe pa të filluar me u përhap në Shqipni, qysh para kohës së Skënderbeut. Prandaj nuk është çudi që të përpjekim me emra muslimanësh ndër burra shqiptar që kanë jetuar edhe para Skënderbeut. Kleri musliman shqiptar ken ata që dhanë kontributin më të madh në ruajtjen e gjuhës kombëtare, sepse ata mësimet, këshillat dhe predikimet fetare i banë në gjuhën shqipe. Nofta mund të thotë në kurse këta kanë shkruar me alfabet arab, siç ne gjojmë edhe sot e kësaj dite. Ani qysh? Mjaft që kanë shkruar shqip, mjaft që këtij populli i kanë dhënë të kuptojë se edhe gjuha e tyne, shqipja, mund të shkruhet. Edhe këtu më vjen në hatër baba i abetareve shqipe, hoxha e jon i madh shkodran Daud Efendi Boriçi, i cili nga 1880-ta e më pas ka prodhuar disa abetare shqip me alfabet arab. Dhe ke parasysh, alfabeti arab ka 28 shkronja, i joni ka 36 shkronja, i ka adaptuar gjuhës së Kur'anit edhe gjuhës së pejgamberit alayhi salatu wasalam 8 shkronja, dhe me atë gjuhë dhe me atë alfabet të bukur shkruan xen me shkruaj shqip. Xen me shkruaj shqip. A dim ne me e respektu amanetin e Daud Efendi Boriçit, me shkru bukur shqip, me fol bukur shqip, me komuniku bukur shqip me njëri tjetrin? Hoxh Voka, Said Efendi Najdeni, i cili
u lind me 1868 në Dibër të Madhe. Çfarë thot? Muslimanët e vërtet duhet ta dinë se feja islame urdhnon me e dasht atë dheun, dhe të drejtën ka thënë. Rreth vitit 1888, Hoxh Voka mundi të bajë për vete në Dibër një tokë të rish, plot etje për mësim shqip. Këtyne në shenjë dashurie u dhuroi nga një abetare, Hoxha Tahsini. Hoxha Hasan Tahsini është i njohur jo vetëm si një idealist i dorës së parë të kombit shqiptar, por edhe si një shkencëtar dhe filozof i dëgjuar që është nera dhe lavdi e kombit shqiptar. Ndoshta do të thoni kush është ky njeri? Intelektualët e të diturit e dinë se kush është ky njeri. Por çuditërisht emri i tij akoma nuk është aty ku duhet të jetë. Hoxha Tahsini ka lind me 1811 në një nat të Konispolit të Çamërisë. Hoxha Tahsini nga pikpamja e shqiptarizmës mund të konsiderohet si mjeshtri i Sami Frashërit, i Ismail Qemalit, i Vaso Pashës e të tjerë që kanë marrë pjesë në fillimin e lëvizjes kulturore në Stamboll më 1879. Hoxha Hasan Tahsini ishte i mendimit që të krijohet një alfabet thjesht i veçantë, që mos të shembullonte as me shkronjat arabe, as me shkronjat latine. E një kopje të këtij alfabeti ndodhet në dorë të zotni Hafiz Ali Korçës. Shkruhet dhe unë nuk e di se çfarë është bërë me atë alfabet, e nëse dikush prej ma të ditunve e ka zbulu, do të ishte një pasuni dhe thesar për gjuhtarët, por jo vetëm. Mehmet, Hoxha i Brutit. Hoxh Bruti, i lindur në Brut të Kukësit me 1884. Ishte për një familje fisnike dhe fetare. Mbaroi mësimet teologjike në Prizren dhe u emërua si imam në fshatin e tij në Brut. Ishte një prinjes fetar, që mundi me i mush mendjen shumë kujt për atë detarizëm, e sidomos xhamatit të vet, e krah për krah me ta luftoi pa pra me Serbin me 1912 të kulla e Lumës, ke ura e vezirit afër Kukësit, si edhe në Zhuri dhe përtej. Në këtë luftë, Hoxh Bruti fatkeqësisht humbi edhe 2 burra të familjes së tij, një nip dhe një kushëri të cilët ranë dëshmor për brinjti. Pas kësaj, Austria në kohën që pati okupue Shqipnin për arsye në adetarizmi, pati internue edhe Hoxh Brutin me shumë kren dhe bajraktar, të cilët i dërgoi në Shtauduna ku vujtën mase 20 muaj. I ndjeri Hoxh Bruti bashkë me bajraktarin e Hasit, Ram Regjen, e krenat të tjerë që i ftuan prej Ismail Qemal Vlonës, ku ngritën flamurin për të lidhur besën që të majnë Shqipnin. Edhe unë mund t'ju përmend emra, edhe ngjarje, edhe detaje pafund, por nuk do të zgjatem. Haxhi Shamia, një personazh enigmatik dhe karizmatik njëkohësisht nga qyteti im. Emrin e tij e mban sot Medreseja e Shkodrës. Ka luajtur një rol të madh në përdorimin e gjuhës shqipe ndër predikimet dhe këshilla fetare nëpër xhamia dhe është krijuesi i hutbeve shqipe në Shkodër. Por ne nuk kemi problem me gjuhën tonë. Gjuhën e kemi të shtrejtë, të shehtë. Ne nuk kemi problem me vlerat tona kombëtare, sepse jemi edukuar dhe mëku me i shërby dhe me punu për ato. Në diskutim është se sa duhet të sakrifikohet gjithë secili për ne të dashurit e mi. Nga pozita ku Zoti i gjithësisë e ka vendosur që me këtë islam të pastër e me këto vlera të mrekullueshme të fesë Hazreti pejgamberit ton alayhi salatu wasalam, me u përpjek, me dërtu e me ndërtu, me përhap e me përhap dritën e këtij islami për të shëmbulluar emri i Shqipnisë dhe i trojve shqiptare edhe në mesin e popujve. A nuk urdhnon Allahu subhanahu wa taala në Kur'anin famlart: "Waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu." O ju njerëz, ne ju kriju nga një mashkull dhe një femër dhe ju bam popuj dhe fise që të njiheni me njëri tjetrin. Ashtu duke na thënë, o shqiptar, kapuni fort pas vlerave tuaja, pas gjuhës tuaj, pas kulturës tuaj, ndërtoni vlera dhe njihuni me këto vlera në mesin e popujve. A nuk e gjejmë pejgamberin ton alayhi salatu wasalam duke u largu nga vendlindja e tij shtrenjtë Mekka,
me lot përfaqe? A nuk e gjenë pejgamberin tonë alayhi salatu wasalam duke recituar përpara sahabëve ajetin e madhnushëm ku Allahu subhanahu wa taala na sjell në vëmendje duan e madhe të Hazreti Ibrahimit alayhi salam. Dua për kë? Dua për Mekën. Çfarë thot? Allahumma, Zoti im, bëjnë këtë vend të sigurt. Si për të na thënë Allahu subhanahu wa taala që gjithë secili për ju të lutet për vendlindjen e tij, për tokën e tij, për qytetin e tij, që Allah azza wa jall t'i fal siguri dhe ju vetë punoni që t'jeni siguri dhe garanci për të mirën në vendin tuaj. Sëri është shumë e thjeshtë. Çfarë kuptimi ka që unë të lexoj duan e Hazreti Ibrahimit alayhi salam për Mekën? Mekën e kam në zemër, e kam në shpirt. Mirë po e kam edhe Shkodrën në zemër dhe në shpirt. E kam edhe Tetovën në zemër dhe në shpirt. I kam krejt troje shqiptare në zemër dhe në shpirt, se jam i këtyne trojeve. Sa është toka ime, sa është gjaku im, sa është ajri im, sa është uji im, se janë vëllezrit e mi, se janë motrat e mia. Se neri i tyne është neri im, neri im është neri i tyne. Se feja ime është feja tyne, feja tyne është feja ime. Se jemi të ftuar nga Allahu azza wa jall, sa të kemi mundësi me e ndihmu, me e përkrah dhe me i sjell dobi njëri tjetrit. Atëherë ku është dilema? Ku është problemi? Për çfarë diskutojmë? Mos lejojmë asnjëri në botë të na prek aty çfarë nuk preket dhe nuk mund të preket. Aja është thelb. Aja është burim shpirti, aja është burim njerëzilleku, aja është burim feje, aja është burim rrezatim hynor në zemrën dhe shpirtin e gjithë secilit prej nesh. Lexojmë në tefsiret e vjetra, edhe në shembullin e ma të urtëve të ummetit ton, prej dietarëve të mëdhenj, prej Imam Ghazaliut, Imam Dhahabiut, e mufesirëve të Kuranit, që thonë se dashnin për Adheun Allahu azza wa jall e ka bën natyrë të zakonshme tek njeriu. Natyrshë me don vendlindjen e tij. More mos më kritikoni se kam marrë sandën të top dhe e nisa fjalën me Shkodrën, po e du për e du natyrshëm. Siç e vlerësoi Miftiun e Tetovës kur e nis fjalën e tij me Tetovën, po është normale o të dashur. Se e don më shumë se unë. Se është toka e tij, është vendi i tij, është ajri i tij. E kështu së bashku me udhëzimet e Allahut azza wa jall, me porositë e pejgamberit ton alayhi salatu wasalam, me udhëzimin e ma të urdhëve dhe ma të ditunve në mesin e dietarëve tanë, punojmë dhe jetojmë dhe angazhohemi e sakrifikohemi për të mirën e tokës tonë, për të mirën e Adheut tonë, për vatanin tonë, për vëllezërit e motrat me të cilët Allah azza wa jall na ka lidhë dhe na ka bërë jemi një familje e vetme, që dëshmohemi dhe shihemi dhe tregojmë me gisht në mesin e krejt popujve. Për ta përfunduar. Dhe me qenë se jemi në nanorin e fesave tona, edhe nanorin e rimkamjes, edhe i është shkruar gjithmonë dhe është kënu gjithmonë flamurit, gjuhës, po ju sjell në vëmendje disa prej poezive dhe vjershave të hershme që i gjejmë në revistat tona islame të kohës këtu e një shekull më përpara. Edhe yjtë, edhe dielli, kur dhe hana s'ta ndriçonë, as kometat që nga qielli, zemrën kush s'na përgëzonë, gjuhë amtare plot kujtime, se në ty lind me ty vdesë, për hir tënd na bajnë në rime, dhe s'na lanë në harresë, gjuhë e shishme, gjuhë shqiptare, gjuhë antike e kulluar, gjuhë e hishme, gjuhë krenare, gjuhë e amël e nderuar, rreth ty tërë do qëndrojmë, simbol jete se të kemi, dhe me gjak do të këndojmë, dje me vasha sa të jemi, rrofsh o gjuha kombëtare, shpresë e jetës dhe mburojë, rroft rinia shqiptare me vepra të lullëzojë. Dhe e përfundoj me ca vargje të Naim Frashërit, i cili në tetor të 43-shit shkruan: gjithë që jemi shqiptarë, jemi një fis e një farë, kemi tërë një shpresë, një gjak, një gjuhë, një besë kemi Perëndinë dhe ligjë vllazërinë. Pastaj thotë, të munjam të fluturonja e të kisham krah si ti, me gaz të madh do t'i vinjam Shqipërisë brenda në gji, për me marrë drejt Shkumbinë edhe Elbasan e Tiranën,
e me ardh këti u Shkodrë të shoh drinin e bujanën. I lutem Allahu subhanahu wa ta'ala me e begatu tokën tonë, me i rujt shqiptarët edhe troje shqiptare nga çdo zullum, nga çdo ligësi, nga çdo komplot për t'i pa keq trojeve tona e shqiptarëve, ku do qofshin anë e manë botës. I lutemi Allahu subhanahu wa ta'ala me e rujt vllazërinë në mesin e shqiptarëve sa të jenë brez mas brezi. I lutemi Allahu subhanahu wa ta'ala me na e rujt këtë fe të pastër islame në mesin tonë brez mas brezi sa të jemi. I lutemi Allahu subhanahu wa ta'ala me e rujt harmoninë e shqiptarëve, muslimanë, të krishterë, çdo qofshin, brez mas brezi deri në ditën e fundit për të lullzu harmonia dhe paqja në mesin tonë, për të lullzu bashkëtesa në harmoni në mesin tonë, e për të dashur dhe për të respektu, siç i takon njerëzve të qytetëruar, e siç Allahu azza wa jalla na urdhon në Kur'anin famullar, e pejgamberi alayhi salatu wasalam e dëshmoi me veprën e tij. Ju du për hir të Allahut dhe lutem për gjithë secilin për jush ishte nder dhe krenari me kënë sonte në mesin tuaj. Allahu e begatoft tetove tonë e trojet tona shqiptare. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.